Në një kohë ku jeta matet me shpejtësi, me arritje dhe me dukje, njeriu shpesh humbet thelbin më të rëndësishëm të ekzistencës së tij, lumturinë e thjeshtë. Dhe në përpjekje për të pasur më shumë, për të arritur më lart, për të dukur më mirë, harrojmë një gjë shumë të rëndësishme. Si të jemi të qetë, si të ndihemi bukur, por edhe si të jemi të pranishëm. E në këtë garë të përditshme me botën, ne shpesh harrojmë të jetojmë në paqe me veten. Por e vërteta është e thjeshtë. Lumturia nuk gjendet në madhështi, por në thellësi. Ajo nuk është në ato që i kemi, por në mënyrën si i përjetojmë ato që kemi. Një kafe në mëngjes, në rrezet e diellit, një bisedë e sinqertë me një mik apo me një mikesh, aroma e bukës së sapo pjekur, një ecje e qetë në shi apo në diell. Janë të gjitha këto momente që ushqejnë shpirtin, që na kthejnë tek vetja, që na kujtojnë se jeta është e bukur edhe në thjeshtësi. E në këto çaste të vogla, por të vërteta, qëndron edhe thelbi i qetësisë shpirtërore. Paqja e mendjes është forma më e lartë e pasurisë. Ajo as nuk blihet, as nuk fitohet me pushtet, por fitohet me mençuri, me përullësi, por edhe me dashuri për jetën. Ndaj, kujdesu për shëndetin e shpirtit. Se ashtu si trupi kërkon ushqim, edhe shpirti kërkon kujdes. Mos e ushqe me frikë, as me ankth, apo me krahasime, por ushqeje me qetësi, me falje, me mirësi. Kujdesu në veçanti për mendimet e tua, sepse ato janë burimi i paqes, ose shpeshherë trazimi i brendshëm. Ndaj, zgjidh thjeshtësinë, sepse thjeshtësia është inteligjencë shpirtërore. Epikuri thoshte se dëshirat e panevojshme janë burimi të gjitha dhimbjeve dhe kur mason të dallosh mes nevojës dhe luksit të kotë, patjetër që e gjen rrugën drejt qetësisë. Mëso të jesh mirënjohës. Mirënjohja është ura që lidh njeriu me paqen. Falendero për çdo ditë, për çdo buzëqeshje, për çdo mundësi që të jep jeta, sepse mirënjohja është gjuha e shpirtit të qetë. Kultivo marrëdhënie të ndershme dhe të sinqerta. Epikuri e quante miqësinë pasurinë më të madhe të njeriut, një bisedë ngrohtë me dikë që të kupton vlen më shumë se çdo arritje materiale. Ruaj ekuilibrin mes trupit dhe shpirtit. Kujdesi për trupin është respekt për jetën. Kujdesi për shpirtin është dashuri për vetveten. Një mendje shëndosh jeton në një trup të qetë dhe në një zemër të pastër. Ndaj, mos kërko lumturinë në largësi. Ajo fillon aty ku ndodhesh tani. Nise ditën me falënderim dhe mbylle me relaks, me qetësi. Fal, sepse zemërimi është barë që të largon nga paqja. Mëso të heshtësh, kur mendja ka nevojë të pushojë. Mos kërko perfeksionin, por ekuilibrin. Zgjidh njerëz që të sjellin dritë dhe jo zhurmë. Dhe mbi të gjitha, mos harro të buzëqeshësh. Është dhurata më e pastër që mund t'i japësh botës dhe vetes. Dhe në fund, të jesh i lumtur në gjërat e vogla është harti më i madh i jetës. Sepse lumturia e vërtet nuk qëndron në atë çfarë ndodh rreth nesh, por
në atë se si ne përjetojmë jetën brenda vetes. Mos e kërko lumturinë në gjëra të mëdha. Ajo gjendet në frymarrjen tënde, në paqen e mendjes, në heshtjen që të mëson të dëgjosh shpirtin tënd. Kujdesu për shpirtin, sepse shpirti i qetë është shtëpia ku banon lumturia. Sot, në një klasë të zakonshme, në një shkollë të zakonshme, ndodhi diçka që nuk ishte asgjë të zakonshme. Ora e parë ishte psikologji. Një orë ndryshe. Një orë ku nuk ishte tabela, formula apo përkufizime. Kishte vetëm ndershmëri, dëgjim dhe hapësirë për të ndjerë. Nxënës që dëgjonin me vëmendje, që flisnin pa frikë, që donin të kuptonin më shumë jo për të tjerët, po për veten. Folëm për ankthin, për pasiguritë, për lodhjen, për atë lodhje që shpesh e fshehim pas një buzëqeshje. Folëm për vështirësinë për të shprehur ndjenjat, për frikën nga gjykimi dhe për ato emocione që i mbajmë shumë herë brenda nesh, duke shpresuar se do të kalojnë vetë, natyrshëm. Por ato nuk kalojnë, nëse ti nuk i emërton. Nuk lehtësohen, nëse nuk dëgjohen. Në ato orë, klasa u kthye në një hapësirë të qetë dhe të sigurt. Jo për të dhënë mësim, por për të mësuar njëri tjetrin dhe ndërsa i shihja, mendoja me vete. Këto janë orët që vlen më shumë. Janë orët ku mësimi bëhet mirësi, ku një fjalë mund të bëjë dritë dhe kur një ndjesi e paqartë më në fund merr formë. Janë ato çaste të qeta kur një zemër e re kupton se nuk është vetëm. Ne shpesh flasim për suksesin, si për një garë, kush është më i miri, kush është më i zoti, më i shpejti, por në fund nuk ka sukses më të madh se të rrisim fëmijë që ndihen mirë me veten. Fëmijë që dinë të ndalojnë, të dëgjojnë, të kuptojnë, që nuk kanë frikë nga ndjenjat e tyre, që e pranojnë veten edhe kur nuk janë perfekt. Sepse lumturia nuk mësohet nga librat, pa ju mësohet nga mirëkuptimi, nga ndjeshmëria, nga dashuria për veten dhe për tjetrin. Kujdesi për shëndetin mendor nuk ka nevojë për strategji të mëdha. Ajo fillon me gjeste të vogla, me njerëz të zakonshëm që bëjnë diçka të jashtëzakonshme. Fillon me një orë ndryshe, me një mësues që dëgjon, me një shok që të kupton, por dhe me një prind që nuk gjykon. Fillon me një hapësirë që nuk sheh vetëm nota, por edhe ndjenja. Sepse ndonjëherë mjafton një vështrim, një fjalë e butë, një përqafim i heshtur për t'i treguar dikujt se nuk është vetëm. Në fakt sot nuk dhash mësim. Unë sot mësova. Mësova se çdo nxënës ka një histori, se çdo zemër mban një peshë të vetën. Se ndonjëherë më e rëndësishme se përgjigjja e saktë është pyetja që lind nga zemra, dhe se më shumë se çdo notë vlen një ndjenjë mirëkuptimi.
Muaji nëntor është muaji i ndërgjegjësimit për shëndetin mendor, është një kujtesë që kjo temë nuk duhet të mbetet në heshtje, sepse shëndeti mendor nuk ka zë në zhurmën e përditshmërisë, ajo nuk bërtet si dhimbje fizike, as nuk vishet me fasha, nuk shihet në sy, por ndjehet në shpirt. Dhe pikërisht për këtë shpesh lihet pas dore. Le ta bëjmë këtë muaj më shumë se një fushat. Le ta bëjmë një kujtesë për çdo ditë. Të dëgjojmë, të flasim, të kuptojmë, të kujdesemi pa zhurmë, por me dashuri. Sepse shëndeti mendor është pjesë e njeriut, jo luks, por nevojë. As tema për libra, por vetëm për jetën, dhe jo vetëm për këtë ditë, por për çdo ditë.